U kthym prap me pjesën e dytë të emisionit. E tash, që shprajmëruar më herët, kemi me folë prap për shkolla, po në disa aspekte tjera. Shkolla na mëson shumë, po hajde të flasim për shkollat që jo i dërgoni fëmijët, se nuk po muj me qitun e tash në veti që të pjesë, shqyqër që... Po dhe po, kako edhe pak. A janë me të vërtet, a janë me të vërtet shkollat publike, shkolla falas, apo shpenzojnë prindrit, familjet edhe në to? A është normale me u pagu 7.000 euro në vetë që fëmija me mësu me mendu? Apo mjafton dashuria e mësusit edhe një bank e drunit? Sonte e kemi një betej mes Edës, që thot cilësia kushton, edhe mes Sarandës që thot arsimi i drejt e jo luksi. Me neve sonte në panel është edhe Uranela Demaj, profesoresh e sociolingvistikës në AB, edhe eksperte e politikave gjusore. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta, faleminderit. Po du me fillu me njëherë me një pytje, a janë të njëjta tekstet edhe lektyrat që përdoren edhe në shkolla publike edhe në ato private? Çka dallon mes këtyne edhe pse bëhet që ky dallimi mes shkolla private edhe shkolla publike? Tekstet që përdoren kryesisht janë, kur vjen fjallat e tekstet që përdoren nga vështrimi informativ, pra ato tekste që janë tekste shkollore, pra jo letrare, ato janë edhe të caktuara nga Ministria e Arsimit, kështu që ato tekste ka shkolla shumë pak ka vendimarrje, po e ka një përzgjedhje të ngushtë se cilat vendos me i përzgjedh. Sa i përket lektyrave në anën tjetër, ajo tani disa vite është bërë pjesë e autonomisë mësimdhënësit. Pra, deri vonë kanë qarkullu disa lista të cilat e kanë pas disa vepra letrare si pjesë të kanonit letrar të gjuhës shqipe. Ato lista tani më nuk ekzistojnë, po shumë shkolla ende vazhdojnë t'i përdorin ato lista sikur të mirëqena, sikur se këto janë tekstet letrare që duhet të vazhdojmë t'u servojmë nxënësve dhe fëmijëve tanë. Megjithatë, tani nuk është më ashtu. Pra, sot janë kriteret ndryshe dhe vendimarrja dhe autonomia e mësimdhënësit cilësohet si kyçe në leximin e veprave letrare në shkolla. Pra, ky dallimi publik, privat, nuk përkon bashkë në këtë aspektin e tekstit. Programi mësimor, a është po njëjtë si në shkollë publike si në shkollë private? Më ndonë kurikula. Po, kurikula është kurikula bërthamore, është një kurikul që caktohet nga Ministria e Arsimit. Kështu që kurikula bërtham duhet të mbetet e njëjtë në të gjitha shkollat. Megjithatë, apo ndiqet kjo nga shkollat private? Është e obligueshme, pra në shkollat private. Baza ligjore në fakt është e njëjtë. Po, baza ligjore është gjithsesi e njëjtë, kurikula bërtham është e njëjtë, po ka disa shkolla private, për shembull, që e vënë fokusin në disa elemente, në disa subjekte shkollore. Për shembull, ki shkolla ndërkombëtare ku e vënë theksin në IT, ose e vënë theksin digitalizim. Ose në profilizuar. Po da, ato janë mësime shtesë. Ato janë pikërisht, që thot edhe Saranda, ato janë mësime shtesë shpesh herë, ku lejohet një përqindje e ndryshimeve brenda. Po, dhe prandaj është private dhe prandaj edhe paguajmë 7.000 euro në vetë, nështë ta. Zdeshta me ju ndërprej, kur bisedum për lektyrë, cilat janë rezultatet që shkollat private i ndrojnë lektyrat, apo lexojnë fëmijët më shumë? Apo lexojnë fëmijët më shumë. Tash studimin ne që e kemi bërë nuk ka qenë shtrirja të shkollat publike apo shkollat private. Pra shhtrirjen ne të studimit të lektyrave që e kemi bërë ka qenë shhtrirje e të gjitha shkollave. Për çfarë studimi po flasim se nuk pra për studimin e cilat janë ato lektyra që tani po i ofrojnë. Kush e ka bërë studim? ETEA, është një organizat jo qeveritare që merret me cilësi në arsim. Tash edhe 10 vite vepron në këtë fushë dhe ka dalë me raporte të ndryshme. Fokusin kryesor e ka te lexueshmëria dhe nxitja e leximit. Tash unë si
pjesë e këtij hulumtimit, kam qenë e përfshirë në studimin dhe gjetjet janë të shumta, pra prej... Çfarë kemi gjetje? Kjo është pyetja baza. Apo lexojnë fëmijët nga raportet e mëhershme të ETS, ka ndalë që jo, fëmijët shumë pak lexojnë. Po dhe ku lexojnë sa mbrin me kuptu sa kanë kritik mande edhe kjo është tem tjetër. Pra na çka kemi kur vjen puna te lektyra, na kemi pa që shumica lektyrave që po vazhdojnë të ofrohen në Kosovë janë lektyra që nuk e kalojnë vitin 1984. Që kemi lexuar edhe ne, sigurisht ato. Që kemi lexuar edhe ne, pra përfshir verorën, malsorën. Gugupicigum. Po, shumë tek. Agimet e kaltra, vazhdojnë. Këndej nuk I njoh këtë. Po tash na përderisa e pyesim Uranelën, sa po lexojnë lektyra fëmijë, që na mujna me pyet edhe shembullin Okto, Sarandën edhe Edën, sa lexojnë fëmijët e juaj lektyra, se janë në moshën që është apo lexojnë. Djali jam, nashta me qef, nuk është që I kish lexu bashkë në fat se cilën, po e ka obligative. A imponon Sarandi personalisht? Unë ja imponoj shumë. Në titull caktuar, që ti mendon që është libër më I mirë se sa që ka ofron shkolla potencialisht. Jo, për shembull, librin e fundit e ka lektyrën e fundit ja kom ble par dje, nuk po m'kujtohet emri, veç I di që ka pas me zgjedh sipas dëshirës, për të klasës 4. A kim publika? Publike. A I lexon me qef? E lexon me qef. A pyetës që kanë më intereson sa e kupton mandej fëmia, sepse veç me lexim. Para se me shku ai fillon mësimin në ora 9, zakonisht para se me shku në shkollë, e ka për obligim me ma shpjegu komplet libre. E kupton shpejt edhe mësusëm bre, adem pra pëndërlidhna të shkollat publike, përparësia e shkollave publike është që nëse te ki mësusën e fort, nuk ka mundësi mësë me dalë. Që jo të gjithë shkollat publike. Nuk ka mundësi edhe fëmiju mësë me dalë. Pa tjetër fëmiju, prindja është baza. Po që une po I lexoj do statistika për gjendjen e shkollave të na, sa nxënës janë në shkolla publike dhe sa në private, se kjo është dilema e pothuajse krejt prindërve ku me I dërgu mandej fëmijët. 96% e fëmijëve nga klasa 1 deri në klasën e 9 ndjekin shkollat publike, por vetëm për qëndrimin ditor ose kujdestarin, shumë prindër paguajnë 180 euro në muaj ose në total 1170 euro në vit për fëmijën. Në total, vetëm për kujdestari, prindrit paguajnë rreth 154 milion euro në vit në gjithë Kosovën për qëndrim ditor, edhe pse zyrtarisht shkollat flitet ose thuhet që janë falas. Në anën tjetër, shumica duhet I lënë në kujdesin e gjyshërve, kush e ka fatin që ata janë në jetë, ose tash një gjysh është një 50-60 veçar, cilat ata halojnë aktiv dhe halo punojnë. Alyra do na ndryshoj se deputeti Kurti bëhet kryeminist, ka thonë që ka me pas masa financiare për gjyshrit që quajnë. Ama pret dhe I të bëhet qeveria. Ama ideja është pranos që zgjedhim na probleme të riku, të mosha e tretë. Ndërkohë numri I nxënësave në shkollë private është rrit me 60% brenda një viti. Çmimet në shkolla private janë afërsisht nga 3.500 deri në 7.000 euro në vit, pa përfshirë ushqimin, transportin, uniformat edhe krejt ato që shkojnë mandej me... Dikush I blen, dikush e ka në kohë zakonisht në shkolla private nuk është gjithmonë pse ka cilësi më të madhe, po ndonjëherë prindrit obligohen me dërgu fëmijën në shkollë private pse ndoshta në lagjën ku jetojnë nuk ka dhe shkollë tjetër. Ose për shkak të orarit të punës. Jo, nuk është çështja e orarit, është apo I paguan prindër jetojnë rrugën C, edhe vetëm kanë treguar që s'ka shkollë aty, edhe ti patjetër obligohesh me dërgu me një shkollë. Po, nuk është pojnta aty, është pojnta aty mande prindërit punojnë edhe me qunë shkollë publike që ka afer Ilirin, po mdo këtë ose Ismaj Qemali, rruga C, po ti duesh me dërgu në qëndrim ditor. Ti po I pagun 1.800 euro në vit gati në qëndrim ditor për atë fëmijë. Shkolla
private po të kushton veç 2.000 euro. Do më thënë 200 euro më shumë, e ke drekën aty, e ke pjesën e librave brenda, Transportin, e ke transportin. Jo, Ama drekat zakonisht në shkolla private nuk janë të largume Eda, ushqimi, transporti krejtojnë ekstra, edhe në shkolla private. Unë e di që me këto bazikën Edhe 2.000 euro nuk e di se la shkollë private është në Kosovë. Ka mesatora 250 këstimujor ka shkolla private. Keni shoku me këto çmime veç Ka dhe qashtu. Ka edhe 7.000 euro, ka dhe 8.000 euro, jam dakord me ty, po ka edhe. Masterin Sigmund Freud kushton 11.000 euro viti. E ta që folni këtu për shkolla 7.000 euro shkollë fillore. Unë e pikërisht po me bo që të kërkem me lyp nëse veç egziston ai shkollë nër 3.000 euro viti i shkollave private, nuk kam kemi nevojë me që me ndem, Dhe arsyeja pse tash nuk po flas në cilësinë e ekspertës, po si non, si prind. Në rastin e fëmijës tim, unë e kam çu djalin në shkollë private për arsye të numrit të fëmijëve në klasë. Kjo ka qenë për mu një zgjedhje kyçe për arsye se nuk mendoj që mund të sigurohet cilësia e mësimdhënies nëse janë dikon 40 persona në një klasë. E që për shembull, unë e kam zgjedhur shkollën publike për djalin tim. Një prej arsyeve pse e kam dërgu, sepse në klasën e djalit tim janë 23 nxënës. Shumë Që në shkolla publike për shembull jam e rrollë. është shumë e rrollë. Edhe pozitive. Po, edhe është fat. Sepse e kam 30 vite në të ke Arsyeja numër 2 është pse kam shumë afër me pa prej banesës merret me Që një njerëz shkollave private, shkollave publike, fakulteteve publike në Kosovë që neurohirurg në Berlin. Absolutisht, është jenë bo matë mirë të për sistemi publik. More sistemi publik gjithmonë ka qitë. Edhe ka me qitë prapë, sepse ka alja mësus. Që akum raportu për kryqëtetin, më shton disa drejtorë shkollave që ka fillu trendi, prind kanë fillu mi transferu për shkolla private në sistemi publik. Dhe kjo për disa arsye, si që të disa jeni pro dhe kontra këndvështrimit të juja si prind gjitha, që është shumë normale, disa që nuk kanë vrejt cilësi në mësim kur gjë ma shumë, edhe pse fëmijët i kalon të torë, sepse që shta edhe zonja kurikula është ditën që është bazikja, nuk është që kanë pas ndonjë aktivitet që ka përfituar fëmija prap shtes, për shto faktin e asoj punës që kome. Do shta edhe janë vështërsu kushtet financiare në ndërkohë dhe janë regullu edhe oraret në sistem publik. Sepse unë pajtona me prind se nuk është në regull në disë kryqëteti si Maqemari deri vonë ka vepru, bash vepru, ose shkolla pavarësia më duket me 3 ndërrime. Është të mërshme që fëmija është 7 vjeç, 8 vjeç me shku në orën 5 me fillu klasën e parë ose klasën e dytë. Dhe pikërisht ata që tha edhe Lyra, dhonat juja, që edhe ju si prind, po besoj keni praktiku, që familjarët në ankohen që thonë do të me quf në orën 8 në qëndrim deri në orën 2, ma ndi me shku në shkollë dhe ka një orar cikli, si me thonë me punu, ku janë kurse dhe angazhime tjera. Edhe ka shpenzime, edhe lodhja është. Prandaj edhe për zgjidhjat e publike e private, pikërisht për këtë arsye. Unë nuk mendoj që ka kualitet më shumë. Dëgjoj, se Uranela ta shpjegoj shumë. Është ndryshe kur merret mësuesi me 10 apo 12 vjet. Nuk mundet me qenë i kthjellët në orar të mësimit, nëse shkon në qëndrim ditor në ora 7, fillon mësimin në ora 1 ose 2, edhe ka me nejtë deri në ora 7. Mos prit prej ati fëmiu që mundet me probleme qasësoj që të pësoj e dhe në shkollën Dardania, mos gabon, cila ka qenë tore në shkolla Dardania, që ka pas klasa me mëk, dhe kjo ka ndodh vjetë. Me mëk, me lakshti. Dhe kjo ka ndodh vjetë. Dhe kjo ka ndodh vjetë. Edhe kjo një shkollë që ka qenë renovim, që ka punu me 3 ndrime, dhe është mësim O dhe po se krejt dojnë mi që atë më faj konicë dhe ndardani. Po, është koncentrime, edhe ma ndi kjo e rriton prindin për me bo një zgjidhje tjetër. Por, për shamu unë e flasë, nështë apse për cilë shëndësini, e kemi shumë spitale private që po hapen, po këtë mjek, ma thonë e pëse punojnë ato spitale private, prap sigurin thot matë madhe, unë e një si profesionist me kry punën, edhe pacienti prap është me sigur në sektorin publik. Me që ato kushtë që i kene. Po du me thonë një paraleli këto me arsimin kështu. Edhe krevatat Flasim bish pak tamam për eksperiencat personale, se Saranda po të regon që fëmijët e saj janë në shkollë publike, ndërsa Eda po... Unë vajzën e madhe kam në shkollë private për një arsye shumë të thjeshtë. Para që është moshë delikate, është moshë adoleshente. Edhe normalisht jam më e sigurt aty, sepse nuk guxon
as në bord shkollës me dal pa më shumë mësusja email me më thonë a mundet me dal apo jo. Apo na tregoni për shembull ju të dyat prej eksperiencave personale sa duhet me shpenzu për një fëmijë që është në shkollë publike edhe sa është për një private. Folëm për pjesën e publikes edhe pjesën e privates. Unë për të njëjtën fëmijë po flas që kam pas shkollë publike në Fajkonic. Parimisht ose duhet të paguaja qëndrimin ditor, po flasim në klasë të parë para 10-11 vjetësh, i binte që duhet të paguaja 100 euro në muaj, e të tjera, jo, ta çoja, jo, ta merja, jo, këtë një organizim i frikshëm aty brenda, që nuk kisha kohë fizike ta bëja, jo që s'doja. Por realisht nuk kisha mundësi fizike ta bëja për shkak të punës. Renton ditëve që në karikë. Jo, bënin ato aktivitete, ndryshime, bënin në programe, bënin detyra, bënin diçka, por fëmija ishte absolutisht i lodhur kur vinte në shtëpi mbas orarit mësimit dhe nuk ishte kohë të merre as me kurs baleti, as me kurs pikture, as me kurs piano, me kur gjë tjetër. Jo, se në shkollën private ti je si me shkum punë. Je, dakord. Ti me majt një orar të punës. Po, absolutisht dakord. Tash, shkon vajza në shkollë private. Mës pari është çështja e sigurisë. Unë kam adoleshente, për mua siguria është ABC-ja. E dyta, që është më e rëndësishme ndoshta se e parja. Ajo diplome asaj shkolle njihet në gjithë botën. Dhe fëmija im që dëshiron të studioj, të japi mundësi vetes, të provoj ku do studioj, a në Kosovë, a jashtë, a dika, e ka mundësin që me këtë diplom të kësaj shkolle të shkoj shlirë jashtë edhe pa pik problemi. Kjo është përparësi, suksesin të nuk të ndalë, kur ku shumë botë nëse je mirë. Kjo është përparësi, po kur je mirë nuk të ndalë suksesin. Une nuk po thamë që vjen ndalë suksesin, une përparësin po shoh. Po më intereson një pyetje mas i ki në shkollën private. Për shumë prende paguajnë ushqime, po njënën. Edhe nuk janë të kënaqur as pak me ushqimin, por e paguajnë. A është edhe kjo për pjesë e juja? Domthon prap detyrohen ose imponohen. Ata e kanë mendë edhe mandje ka fundi orarit tonë që nuk kanë ndonjë aktivitet veçërim fëmia që ato. Ata kanë mendë aty nganjëherë është edhe bagë shumë e mirë, apo do shumë e madhe. Ti kërkon si prend llogaridhani mandej për secilin detaj apo jo? Sa i përket ushqimit në shkolla private, fëmijët shpesh kërkojnë vetë me marrë ushqim në shtesë e në fund se hajnë. Ka plot prej aty në fëmijëve që kam dëgju prej fëmijëve të shoqeve, që e marrin atë ushqim edhe e gjujnë, nesër më ne marrin prej shtëpisë prapë. Po me shpenzu, kanë me shpenzu gjithsesi. Është më mirë që e ke dërgu fëmijën. Sepse është menca hapur edhe ka çfarë zgjedh, nuk është problem, nuk e ka vetëm një ushqim, ka çfarë zgjedh dhe merr atë që do. Domethënë dhe neve na vjen menyja në çdo fillim muaji, na vjen menyja dhe thot për shembull, filan ditën keni këto për zgjedhje, në mëngjesin, drekën, darkën, pra dhe ne si prindër jemi të informuar se çfarë po han fëmijët, nëse kanë një problem dietik, nëse kanë një problem me alergji të ndryshme, normalisht që informohemi dhe japim informata gjithkohës. Pra që the, që i mirë çan gjithkund. Kjo është vetëm përparësi që është normale. Absolutisht po. Vajza ime nuk paguan asnjë cent në shkollën private ku është. Pse? Sepse është fëmijë që ka studiuar dhe kur ka hyrë aty, kur është regjistruar aty, ka bërë test pranues dhe ka marrë full scholarship. Por është fëmia që e ka bë. Dhe unë, prioriteti jam, thash, ishin një siguria, 2 diploma që jep mundësinë të njihet kudo. Vetëm këtë po them. E shëndetit në dorë, ka psikolog shkolla, sa merret për dallim për sa që e kim publike, sepse dhe kjo është temë e rëndësishme. Fëmija gjatë rritjes, fazat, ndryshimet, ajo kjo. Ka njerëz që merren direkt me çfarëdo lloj problematike. Janë njerëz të dedikuar që merren me çfarëdo lloj problematike, që duke filluar te bullizmi, që duke filluar te ngacmimet, që duke filluar te fjalosjet mes A ka bullizëm në shkolla private? Sepse unë e di që ma shumë të ka. Ka televizive. Ka gjithku. Ka sare. Ka edhe shumë. Se merren, fillojnë për shembull garat, kush i ka veshur teshat më firm, kush i ka veshur... Ka në uniform. Po zotin për moment maturës a rrehen. Ka në uniform, po i veshin një patike, kanë qonë të bullizëm, ka bullizëm për brenda. E kete aksesor. Po, e mandejte që kjo Eda, për shambull, a njën prend të, se shumica e prendërve që i dërgojnë fëmit në shkolla private, janë shumë të mirë që ndrushëm financiarisht. Mujna me thonë, gjysa janë milionera. A ndijen mandej krejt prend tjerë pak keq, po. Pak keq edhe inferior edhe plus të obligushëm që m'ja plëcu krejt që do kërkesa se ata po shihen me një shoqni specifike. Jo, të në momentin që ke vendos me dërgu në qatë shkollë që kushtan 5.000 euro ose 7.000 euro, ty pa tjetër ti e den para prakisht që
Varet çfarë zgjedhje bën zemra ime, sepse nëse për shembull një prind e ka të qarta idet, unë dhe Uranela e kemi të qarta idet se çfarë duam te fëmijët tanë, edhe prandaj kemi bërë atë zgjedhje. Po, sepse janë fëmijë. Mundeni mu pajtu, mundeni mos mu pajtu. Ida bre për shkolla private as notat që ja zgudzojnë me Jo, qesi notat. Më jeta se çfarë. Ama Eda nështë ka shkolla, po ka shkolla shumë që njihën në Prishtinë, sidomos, që e kanë pa tjetër, kanë me kalu vitin, për shambull. O, dhe ja u falin notat Ka shkolla që edhe kanë kritere shumë nalta, ama Qam kushton nuk mundem me aqit fëmijë këtë 5 ose kretë veqit që kanë. Në AB, bashkë me Uranelën. E ka transishme notën që ato do të më ble nota. Dashur, unë jam në AB profesoresh. Unë jam profesoresh në AB, në shkenca kompjuterike, që 13 vjetë. Po të betohna që asë një person prej AB-s nuk ka ardhë me më thonë mu të lëshoja fëmijën e Gjekit ose të Sarës ose të Teksit AB, shumë jam e vështirë. Ki kritere, është të vërtet. Shumë e vështirë jam. Sepse nuk jo është ndërtuar ashtu struktura që kërkush nuk vjen me... Vesh prej vetës munis, s'po du me O tani unë po flasë për strukturë i motër. Për kolegje, për shkolla private. Unë po flasë për strukturë. Po për strukturë. Po jo se ti po fletë për rastin tanë. Po mirë tani unë mund të flasë për një rast tjetër që nuk e njoh. Po jo, normal. Jo, unë me folën emër të AB-s. Po, sepse bën dhe hetime. Me pyet veç pak Uranelën. Bën dhe hetime për atë punë nëse ka në një tips apo në një person që ka whistleblower që dikush e ka kalu dikon me të njofshëm apo me pare. One po du veç pyetjen e fundit me Abu Uranelës, që tash si në përfundim, a është okej, cila është ma okej për juve për shembull personalisht, cila është a shkolla private, a është publike? Shet meta dhe për parësi ti shike pasi. Po, Uranela, pas ka zgjedh vetë private. E kom zgjedh private, po shpresoj që mundem me të i kalu këtë debat privat-publik edhe të arrim të debati i standardit, edhe të debati i ku mundem me vendos standardet e cilësisë arsimit që të garojmë në një nivel ndërkombëtar, të garojmë në një nivel evropian me cilësinë e arsimit tonë. Ekspertat e arsimit të Kosovës, ade se janë 2 a 3, emna t'i din krejt publikisht, jënë tërhejkë edhe për punës e për jetës publike, se në këtë shoqni s'kanë mujtë me gjithë vetin as me dhonë kontribut. Që aty o problemi maj madhë. E kemi njerëz, apo dhe që se dalojnë pambukun për pamukut, dhe vazhdojmë me majtë pozita. Në më thonë, problemi është për krejt shoqnia, nuk o problemi veç të shkollat publike ose për të lutëna. Atëherë faleminderit Uranel që ke gjithë ko me konsot pjesë shoqeve. Na po shkojna veç edhe me një blok marketingu dhe po kthehemi prapë me pjesën e fundit të emisionit.